Territori i Kosovës për datën 28 prill 2025 do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm, me kthjellime dhe vranësira të her pas hershme. Në disa zona kodrinore priten rreshje lokale gjatë pasdites, ndërsa pjesa jugore e vendit do të ketë më shumë kthjellime. Temperatura minimale do të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi mesatare prej 4 deri 9 metër për sekond dhe her pas here në disa lugina deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 19 gradë Celsius. Podujev 7 deri në 18 gradë. Skënderaj 7 deri në 17 gradë Celsius. Pej 8 deri në 19 gradë. Prishtinë 7 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov 8 deri në 19 gradë. Malishev 8 deri në 18 gradë. Gjilan 7 deri në 19 gradë. Ferizaj 7 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 18 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 18 gradë. Prizren 8 deri në 19 gradë Celsius.